Po, unë quhem Bebi Bityqi për fshatit Shashkovc. Flasim pak për fillimet e Shashkovcit dhe emrin, prej nga rrjedh emri i fshatit Shashkovc. Vallaj, bash mirë nga na, ale shkonaj për studimi, po çka e kemi një pi plezhve, këtu kanë jetu për para sast, do më thonë e kemi njerën, është vend me dzehe, kanë punu romakt, sigurisht i lirët më herët, edhe kanë jetu sast. Dhe pritët që prej atyne sas, dhe do më thonë ka morë emrin Shashkovc. Edhe pse është emri Shashkovc, slavt punohen me thonë që është i tyne, po na që e dim prej plezhve, do më thonë sast kanë jetu këtu kuonat e Do më thonë emri rrjedh pej popullit, saskëve. Po, prej sasve, do më thonë ata kanë punu, se këtu me posë rastin ti në periferit fshatit ka dzehe, ka ku kanë shkrit dzehen, romakt, do më thonë më naj periud kanë jetu sast. Na e dim që emri i fshatit Shashkovc rrjedh prej qasaj. Flasim pak edhe për popullsinë këtu në fshatin Shashkovc, sa banori ka dhe sa shtëpi parafersisht. Po qëra, për tash, jem dikun 120 shtëpi, dikun 400 banor, po 4 plus minus diçka, mirë po popullsia prej këtu i ka migru, për shembull, kem shumë që kem Hajvalin, Prishtinë, Janjevë, Lipjan, edhe jashtë shtetit, për shembull në Perëndim, për ndryshe dikun 120 deri 130 shtëpi parafersisht do të më konë. Me çfarë mirën banorët në fshat kryesisht? Po, për para, për shembull këtu banorët do jenë marrë me blegtori, me bujqësi, tash kem 5-6 familje që mirën me blegtori, tjerët zakonisht tash me puna, me zanate, kem pak disa i kem edhe që punojnë në institucione, për shembull në institucione të shtetit, mirë, po shumica punojnë punë private, masi që jem afër edhe Prishtinës, kështu që në përgjithësi që është. Sa i përket tokës, a është toka e mirë, pjellore, shembull nëse do me mjell diçka? Po toka nuk është edhe tokë shumë e dobët, kështu me klasë, ka klasat ma dobta, mirë, po mësi jemi pak si kodrin, prej ujit për shembull nuk bëhen vërshime, kështu që aty pak muj me përfitu, ka herë pithatësia, kryesore nuk është tokë edhe pjellore shumë, po nuk është edhe që nuk lën pa bukë. Për çka njihet Shashkovci prej të tjerëve shembull? Nëse ka ndaj veçori? Vallaj, veçori, diçka s'di më të thonë, është vend i qetë, vend ku nuk ka probleme, përgjithësi jem një gjakut, me përjashtim 2-13 shtëpive, që i kemë edhe ata jetojnë këtu, tjerët jem kushërit, një gjakut me zveti, një fisit, është një fshat me pak probleme, dhe më thonë s'ka probleme, njerëzit i këqyrin punë të veta, për para e kemi Janjevën afër, kanë punu njerëzit që tu, Janjevën punë si pak si qendër tregtare, jenë marrë me aty me, dhe më thonë kanë shqitë të prica që kanë posë, kryesore është vend i qetë, nuk ka najpar problemi, tjetër veçori kisha me thonë që jemi komunë Prishtinë se nuk kufizohemi kërkun, do më thonë nuk e di pas lufte e plani atisarit të decentralizimit që ka ke, do më thonë na kufizohemi me komunë të Lipjanit, me komunë Graçanicës, mirë po kërkun kufizohemi me Prishtinë. A kështu jemi me komunë Prishtinës. Që ato kësha me thonë për veçori. Po, një veçori. E sa i përket jetesës të për një banor të Shashkovcit, a është jetesa e vështira, ka sfida? Qëre, jetesa tash për momentin të e këqyrë qytetin, ajrin, ndotjen e ajrit, këtu për shembull është ajri më i pastër, qytetin nuk e kem larg, përveç që tash kohën e fundit çdo punimet në për rrugë, çdo për kolonat pak nxjerrin të lashe, për ndryshe këtu për me jetu është mirë, është ajri i pastër. A ka kushte tjera për jetë që bojnë një jetë më të mirë shembull në fshatin Shashkovc?
Po qëre, tash, për shembull, sa i përket infrastrukturës, pak diçka edhe pse nuk u kry krejt, diçka u kry. Ku e përmena më herët migrimin e popullsisë, për shembull vitet 80-ta, na kemi pas mungesë ujit, se kemi njerën për funi, njerën e Kishnicës, edhe shumica e popullsisë edhe kanë shu fshatin, e tash e kemi ujësjelcin, po me përshërsi që shtu mirë, po kemi hapë edhe puse individuale, ujë përsëri u kthy, se mësis po punon minjera, ujë u kthy, kështu që jetoj njerëzit dyqysh, po këtu që me thonë këtu me punu diçka me përfitu pi këtujt nuk ka. Do me thonë këtu sa për me banu, me punu tjetër kun. Këtu s'ka naj për diçka, nashta në të ardhmen ka nis me ble dikush, nashta do mu bosh një par si diçka të thëmë do villa, do Një lloj atraksioni turistik diçka. Po diçka naj par atraksioni turistik, në të ardhmen nashta diçka, ama për momentin jo. Për momentin, do me thonë, njerëzit punojnë Prishtinë, Ajvali, Lipjan, më thëmë, nashta tash edhe ma largë, mbrëmje kthehen qëtu, se këtu nuk ka naj për veprimtarie, përveç janë një 5-6 familje që mirën me blegtori, kanë dikush 10, dikush 20, dikush 30 lope, dikush do dele, kështu që tjetër s'ka. Sa i përket furnizimit me energji elektrike, ka probleme në Shashkac? Aty kem problemin më të madhin, për shkak se rrjeti është i vitër dikun 70-ta dhe nuk u punu kur gjë, bile shumë e kem problem, që edhe për momentin sot kur po flasëm nuk kem një erë e vogël, edhe pse na jem në alësi dikun 850 metra, një erë e vogël të na ndërprerje të rrymës ka. Edhe do me thonë kemi bos disa herë do ankesa, nuk ka kur gjë që na drejtim, për shkak të rrymës jem shumë keq. Naj kërkes tjetër, naj apel diçka, kështë pas? Po, qëre, për shembull, ky fshati jonë përbohet prej 2-3 lagjev, edhe pse është një fshat, mirë po shpesher komuna, kur do me punu diçka, do me investu, shpesh një pjesë fshatit e ka diskriminu. Për shembull, njëna pjesë e fshatit, ku janë dikun 15 shtëpi, aty nuk ka kanalizim, një ndryshim u bo si vjet, na kjo pjesa tjetër e kemi pas që 10 vjet, aty në si vjet jam kanë bo një par ndryshimi, mirë pa ta janë shumë keq, nuk kanë kanalizim, besa dhe furnizim me ujtë mirë nuk kanë, se rezervari është një nivel, thjesht gati të njëjtë me atë pjesë, kështu që ka pak apel kisha bote komuna që me investu këtu. Për shembull këtu ka janë do rrugë pa asfaltune, kanalizimi në një pjesë fshatit, ajo është një farë lloj diskriminimi, duhet energjin, për shembull na shkojmë te Kesko, ata jo s'kem mjete, jo komuna, do me thonë kërkush nuk u këshyr, po një erë, sa do e vogël, me kona jesën për rrim.